Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut fiton shumicën në Këshillin e Qytetit të Shkupit. VMRO DPMNE së bashku me partnerët në koalicion. Nga gjithsej 45 këshilltar sa ka Këshilli i Qytetit të Shkupit fituan 25 këshilltar, 7 më shumë se në mandatin e fundit. Kandidati për kryetari i Çajirit nga koalicioni Vlen, Izet Mexhiti, pas rezultateve fillestare të zgjedhjeve lokale, deklaroi se forca qeverise është fituese legjitime në komunat me shumicë shqiptare. Në fjalimin e tij, Mexhiti i bëri thirrje të drejtë për dorëheqje dhe liderit të BDI-s Ali Ahmeti, duke vlerësuar se ai e dërgoi votën e shqiptarëve në pension politik. As ekstremizmi, as gjua e urrëties, as tentimet për të ndezur ndjenjat nacionale nuk i shpëtuan. Sepse shqiptarët nuk mashtrohen, mos sot qytetari shqiptar tregoi pikuri politike dhe e dërgoi në pension politik në klasë të vjetër e të vjetruar një politik të konsumuar. Bujar Osmani, kandidati i BDI-s për Çajirin, pranoi humbjen në zgjedhje përballë zëvendës kryeministrit Izet Mexhiti dhe uron rivalin në drejtimin e komunës për 4 vite të ardhshme. Urime kandidatit tim dhe të gjithë koalicionin që qëndroi pas tij. Ata janë fituesit e zgjedhjeve në Çajir dhe uroj sukses në drejtimin e komunës gjatë 4 vite të ardhshme. Në fund dua të falenderoj familjen time. Ata e mbajtën barrën më të madhe të angazhimit tim politik, por nga aty mora dhe për krajen e fortë për hapat e ardhshëm politik ditëve në vijim, tha Bujar Osmani. Kryetari VMRO DPMNE tha se partia e tij ka fituar mbi 30 komuna në zgjedhjet lokale. Histria Mickoski tha se këto zgjedhje janë mesazhe dhe për Bashkimin Demokratik për integrimin në krye Ali Ahmetin. Ovие избори се и порака за Демократската унија за интеграција. Кога Али Ахмети се одираше во гради дека менувал премиери, реков полека, смири се, почекај, непријатно ќе бидеш изненаден од резултатот. Ова е тој ден. Ова што е најважно е што на овие избори политиките на етноцентризам, национализам и вештачки теми за орли и зајци и теми кои се небитни за граѓаните се поразени. А се отвара прашањето за реформи во опозицијата. Јас не посакувам послушна опозиција, но далеку поконцентрирана и покапацитетна од оваа, која што збори за орли и за зајци. Këto zgjedhje janë mesazhe dhe për BDI-n, kur Ali Ahmeti rrihte gjoksin se ndryshonte kryeministra. I thash, ngadalë qetëso, prit, do të befasohesh nga rezultati. Kjo është ajo ditë, çka është më me rëndësi në këto zgjedhje, politikat e etnocentrizmit, nacionalizmit dhe termave artificial për shqiponja dhe lepuj dhe tema që janë të parëndësishme për qytetarët, janë poshtur, ndërsa hapet çështja për reforma në opozit. Unë nuk dua opozit të padëgjueshme, por më të koncentruar dhe më me kapacitet se kjo, që flet për shqiponja dhe lepuj, tha Histria Mickoski. Partia e dytë më e madhe maqedonase LSDM pranon se ka fituar në 3 komuna ndërsa në disa të tjera shkon në balotazh. Kreu i LSDM-s në konferencën për mediat u bëri thirrje qytetarëve që në raundin e dytë të dalin sa më masivisht në zgjedhje. LSDM-ja fitoi në 3 komuna: Kriva Pallank, Bogdanci dhe Krivo Gashtan. Në disa komuna shkojmë në raundin e dytë. Apeloj që qytetarët të dalin masivisht në zgjedhje në raundin e dytë, që kryetarët të kenë legjitimitet më të madh nga qytetarët, tha Venko Filipçe, kryetari i LSDM-s maqedonase. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.